Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë përshkallëzuar ndjeshëm pasi Garda Revolucionare Iraniane ka deklaruar se ka shënjestruar një bazë ushtarake amerikane. Sipas burimeve ushtarake amerikane, zhvillimi vjen pas një serie operacionesh ku forcat amerikane rrëzuan 4 dronë sulmues iranian dhe goditën një qendër kontrolli toksore në Bandar Abbas, e cila po përgatitet për lëshimin e një droni tjetër. Zyrtar amerikan, të cilët folën në kushte anonimiteti, thanë se veprimet e SBA-s kishin karakter thjesht mbrojtës dhe synonin ruajtjen e arpushimit të brisht në rajon. Ndërkohë, një agjenci iraniane e lajmeve raportoi se Teherani ka hapur zjarr në një tankeri amerikan që po tentonte të kalonte ngushticën e Hormuzit, duke e detyruar të kthehej mbrapsht. Në të njëjtën kohë, Kuvajti njoftoi se ka qenë objekt i sulmeve me raketa dhe dron, pa specifikuar origjinën e tyre, ndërsa situata në rajon betet e paqartë dhe e tensionuar. Presidenti amerikan, Donald Trump, ka reaguar ashpër ndaj raportimeve për një marrëveshje të mundshme mbi ngushticën strategjike, duke i quajtur ato të pavërteta dhe duke theksuar se ujërat ndërkombëtare nuk mund të kontrollohen nga asnjë palë. Shtëpia e Bardhë ka mohuar gjithashtu ekzistencën e një draft marrëveshjeje, ndërsa Irani nuk ka dhënë ende një koment zyrtar. Ky përshkallëzim vjen pas një lufte 3 mujore që ka shkaktuar mijëra viktima dhe ka ndikuar ndjeshëm në tregjet globale të energjisë, duke rritur pasigurinë ndërkombëtare.